Një aksident i rënd trafiku me pasojë vdekje një gruaje ka ndodhur pas ditën e së martës në autostradën Ibrahim Rugova në drejtim Prizren Jug Vërmic. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 14:30 në kilometrin e 10 autostradës, ku një vetur e tipit BMW me ngjyrë të bardhë ka pësuar vetë aksident, pasi që shoferi dyshohet se nuk e ka përshtatur shpejtësinë e lëvizjes, duke humbur kontrollin mbi mjetin. Burimet e sigurta bëjnë me dije se automjeti drejtohej nga SB rreth 49 vjeç, ndërsa në vetur ndodheshin edhe 2 pasagjer, SB rreth 89 vjeç dhe MB rreth 57 vjeç. Fillimisht të tre kanë pësuar lëndime dhe janë dërguar me urgjencë në emergjencën e Prizrenit për trajtim mjekësor, ndërsa shoferi është transferuar më pas në QKUK për trajtim të mëtutjeshëm. Fatkeqësisht mjekët kanë konfirmuar se pasagjeria MB ka ndëruar jetë si pasojë plagëve të marra. Në vendin e ngjarjes kanë dalur të gjitha njësitë të relevante, përfshirë patrullat policore, ndihmën e shpejtë, zjarrfikësit, hetuesit e aksidenteve, si dhe kompania për mirëmbajtjen e rrugës. Me urdhër të prokurores kujdestare, trupi i pajitë është dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë rrethanave të aksidentit janë në zhvillim. Rasti po trajtohet nga njësia e aksidenteve të trafikut. Liri, me ju në çdo iftar.